Leku sot është më shumë se euroja dhe a mendoni se ky është një trend i momentit apo do jetë një fenomen që do të zgjasë? Po, ju me të drejtë përmendni faktin që 1 euro këmbehet tani me diku te 95-96 lek, kur para disa vitesh ka qenë me 113, me 127, para 15 vitesh ka qenë edhe me 120, 142. Unë mendoj që kjo çështje është një çështje për cilën duhet të përgjigjet kryeministri dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë. Personalisht para 2-3 ditësh dëgjova me shumë interes edhe intervistën edhe deklaratën për shtyp të Bankës së Shqipërisë. Për mua ajo deklaratë e Bankës së Shqipërisë nuk ka asnjë mbështetje shkencore, asnjë mbështetje logjike dhe nuk ka lidhje fare me ekonominë shqiptare. Marrëdhënia lek-euro, të paktën gjatë 3-4 viteve të fundit, kjo bëhet thjesht për të mbuluar çështjen e borxhit publik që ka Shqipëria. Kështu që për mua duhet ose të ndërtohet një raport i mirë i drejtë lek-euro, hapi 2 do të jetë paksimi i qarkullimit të lekut në Shqipëri dhe hapi 3 do të ishte që të përdorim euron në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, sa më shpejt jetë e mundur.